Partitë opozitare po paralajmërojnë rikthimin e gazit lot qiellet në seancat plenare, nëse ndodh që qeveria të procedojë për ratifikim versionin aktual të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, i cili është kusht i vendosur nga Bashkimi Evropian për liberalizimin e vizave. Ndonse nuk janë unik si dikur, vetëvendosja AAK dhe Nisma thonë se do të përdorin secilin mjet i cili pamundson ratifikimin e kësaj marrëveshjeje në versionin aktual. Sekretari i përgjithshëm i Nismës për Kosovën, Bilal Sherifi, thotë se vendosja e ratifikimit e kësaj marrëveshje për demarkacionin me Malin e Zi është i padrejtë. Sipas tij, një kusht i tillë nuk ishte vendosur edhe Malit e Zi, në kohën kur qytetarëve të këtij vendi u ahoqën vizat. Natyrisht që në asnjë mënyrë nuk do të votojmë këtë marrëveshje dhe i ftojmë edhe deputetët e mazhorancës, sidomos deputetët të cilët në vazhdimsi kanë qenë të zënshëm kundër kësaj marrëveshje në kuadër të mazhorancës, që të ngrisin tani zërin e tyre, edhe më shumë, të bëhet e qartë se kjo marrëveshje nuk do të kalojë në kuvend, në mënyrë që të mos ketë nevojë të rikthehen mjetet e vjetra të cilat i kemi përdorur si opozitë kundër kësaj marrëveshje. Sherifi thotë se më mirë është të shtyhet për pak kohë liberalizimi i vizave, sesa vendi të humbas mbi 8.000 hektar tokë. Ai nuk beson që ka qytetarë të Kosovës që për hir të liberalizimit e vizave është i gatshëm t'i falë mbi 8.000 hektar tokë. Ylli Hoxha nga Lëvizja Vetëvendosje thotë se marrëveshja aktuale për demarkacionin është e papranueshme dhe nuk ka asnjë çmim për të cilin Vetëvendosje do ta pranonte cungimin e territorit të Kosovës. Jo vetëm protesta në seancë, do të ketë edhe protesta në rrugë, edhe angazhime tjera të cilat nuk do ta lejojnë, sepse kjo është qartazi kundër vullnetit të qytetarëve të Kosovës, kundër interesit dhe në kundërshtim me mandatin që kanë institucionet. Asnjë deputet, asnjë qeveritar nuk ka të drejtë që t'ia cungojë Kosovës territorin e vet, sepse betimin të cilin e ka dhënë për mbrojtje të tërësisë territoriale të Kosovës dhe kjo nuk mund të negociohet. Hoxha thotë se qeveria e Kosovës duhet ta shfrytëzojë gatishmërinë e palës malazeze për rinegocim të marrëveshjes. Kurse nënkryetari i AAK-s Pal Lekaj ka thënë nëpërmjet telefonit se AAK-ja do të vazhdojë ta kundërshtojë marrëveshjen aktuale për demarkacionin. Lekaj jave fajin qeverisë së Kosovës, lidhur me kushtin e vendosur nga Bashkimi Evropian për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje para se qytetarët të lëvizin lehshëm në zonën Schengen. I pyetur nëse deputetët e AAK-s do të pengojnë seancën në të cilën do të ratifikojë marrëveshja, Lekaj thotë se AAK-ja tani për tani ka një vendim që të bojkotojë kuvendin deri në një vendim tjetër. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës dhe presidenti Hashim Thaçi janë zëtuar para bashkësisë ndërkombëtare se do ta përmbushin këtë kusht në një periudhë të afërt. Në drejtime ndryshme në të njëjtën kohë kemi udhëtuar